Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum. Po vazhdojmë sot me pjesën e 4 të betejës së Hendekut. Në ligjëratën e fundit, domethënë para kësaj ligjërate, filluam të tregojmë për rolin e Nuaim ibn Mesud el-Gadafanit, rolin e tij në këtë betejë. Dhe thamë se tregimi i tij gjendet domethënë në vetën e parë, ai tregon për veten e tij se si kishte ndodhur. Dhe përmend domethënë Benu Kurejdhën, pra këtë fisin hebrej që ishte brenda Medinës, se si kishte një marrëdhënie domethënë të afërt me ta, pinte me ta, hante me ta, blinte prej tyre hurma, dhe pastaj kthehej te fisi vet që ishte fisi Gatafan. Domethënë këtë marrëdhënie kishte edhe më herët, po i ka ndodhur gjatë rrethimit të Medinës, domethënë në betejën e Hendekut. Dhe pastaj duke treguar kështu për veten e vet që i njehte ata, thot ndodhi ajo që ndodhi në betejën e Hendekut, kur ne kishim ngritur kamp jashtë, domethënë jashtë Medinës, deshi Allahu që ma futi Islamin në zemër. Domethënë sikur dëshiron me thënë që nuk e kam iden nga më erdhi, po më erdhi, domethënë Islami, pra ju zbut zemra dhe në këtë kohë derisa ai kishte ardhur me fisin e vet për ta luftuar pejgamberin alayhis salam, deshi Allahu që në këtë kohë, domethënë atij t'i zbutet zemra për Islam dhe ta pranoj Islam. Kështu që ai pra i njehte Benu Kurejdhën, mirë i njehte mirë Kurejshët, pra me Ebu Sufjanin kishte një marrëdhënie të afërm, dhe e njehte domethënë edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse kishte ndodhur domethënë që Ebu Sufjani kishte dërguar ndonjëherë si ndërmjetësues neutral për ndonjë gjë. Kështu që Allahu subhanahu wa taala e udhëzon dhe nuk është rastësi domethënë pse pikërisht në këtë kohë domethënë udhëzohet Nuaimi. Ai vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu më ka udhëzuar në Islam dhe për këtë gjë nuk din askush. Ai tregon situatën se kur erdhi e pa pejgamberin alayhis salam që ishte duke u lutur, ishte duke, domethënë duke fal namazin dhe duke bërë dua. E priti dhe pastaj i tregon për çështjen e vet. Pastaj i thot o i dërguar i Allahut, thot a mund të bëj unë diçka në mënyrë domethënë që ta përmirësoj këtë situatë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot çfarë mund të bësh, domethënë ti je një njeri, një person i veti, por bën çka të mundesh. Dhe ai e pyet domethënë pejgamberin alayhis salam se a lejohet të bëj domethënë ndonjë taktik lufte. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot që kjo gjë lejohet. Pra kemi cekur edhe më herët në disa ligjërata, domethënë në luftë pra lejohet taktikat, mashtrimi i armikut, por nuk lejohet tradhtia. Pra nëse për shembull bën marrëveshje, bën kontratë me armikun, ja jep besën, ja jep fjalën për diçka dhe pastaj nëse këtë gjë e ndryshon, domethënë e fen besën e dhënë edhe pse është armik, e them premtimin, kjo gjë nuk lejohet.
Por derisa nuk ke, domethënë ndonjë marrëveshje se cila palë mundohet të fitojë dhe të bëjë ndonjë taktikë strategjike që ta mposhtë armikun. Pra, këtu është dallimi mes mashtrimit edhe tradhtisë. Domethënë tradhtia nuk lejohet. Prandaj pejgamberi alayhis salam i thotë që lufta është taktikë dhe pra me këtë po i tregon që lejohet një gjë e tillë. Dhe subhanallah është forcia e Allahut që e bën nga një person të bëhet, domethënë gjithë kjo punë, siç do ta shpjegojmë, dhe pikërisht tani në kohën kur më së shumti ju dasht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse ashtu siç kemi shpjeguar në tri ligjëratat e mëhershme, përveç asaj që ishte një ushtri tepër e madhe që kishte ardhur dhe kishte rrethuar Medinën, dhe kjo po zgjat, domethënë gati një muaj, sipas disa transmetive 25 ditë, pra një rrethim shumë i gjatë që të gjithë ishin lodhur prej tij. Në anën tjetër, siç e shpjeguam herën e kaluar, ndodhi edhe tradhtia nga brenda, pra fisi Benu Kurejda, fisi hebrej i cili ishte zotuar, kishte bërë kontratë, marrëveshje me pejgamberin alayhis salam që do të jetë domethënë bashkë me të. Tani ishin deklaruar domethënë që po e tradhtojnë pejgamberin alayhis salam dhe muslimanët, ashtu siç shpjeguam në ligjëratat e kaluara, që ka dhe ajet kuranor për këtë, që ju kishte ngushtuar toka aq në gjendje të vështirë ishin. Kështu që domethënë Nuajmi i thot pejgamberit alayhis salam, unë jam në shërbimin tënd. Kam pranu Islamin, prandaj më thuaj çka dush ti, unë do të bëj. E pejgamberi alayhis salam i thotë ti je vetëm një person, por kthehu dhe bëj çfarë të mendosh për të na mbrojtur. Kështu që Nuajmi shkon fillimisht te Benu Kurejda. Dhe atje fillon domethënë të bisedoj me ta dhe i thotë fillon t'i fut pasiguri prisit të tyre Kabit, se si mendon ti, ata janë jashtë, ata mund të ikin në çdo kohë edhe mund të lejnë ty e pastaj ti këtu i vetëm me musliman, si do t'ja dalësh. Dhe i thot ata me siguri mendojnë edhe me të lënë. Pastaj i propozon atij, duke i thënë, din çfarë bën, kërko prej Ebu Sufjanit, le t'i sjell ty 70 burra fisnik, domethënë jo 70 po zojmë robër, skllav, po tamam kështu prej familjeve më elitare të Mekës, 70 djem, 70 ushtar që do të jenë ka Benu Kurejda, në mënyrë që t'jetë një farë garancie për ty për të siguruar që ata nuk do të braktisin luftën, pra po rrethimin. Se nëse ata braktisin e ti mbetet vetë, ta ishin shumë më pak se sa që ishin muslimanët në Medinë. Pastaj shkon te Ebu Sufjani dhe i thot Ebu Sufjani kështu, o Ebu Sufjan, Benu Kurejda tani kanë filluar të lëkundën, domethënë të dyshojnë se do të kenë sukses dhe ata po domethënë dëshirojnë m'ju kthy marrëveshjes të mëhershme me pejgamberin alayhis salam. Kështu që për mi hinë në qef Muhamedi alayhis salam nga ajo që një herë tradhtuan, po mendojnë m'ia ofru 70 koka tuaja si shpagim për atë që kanë bërë. Kështu që i thot Ebu Sufjanit, kanë frikë se kanë marrë ata të tjerë dhe kanë më kërku 70 burra prej teje, por keni kujdes,
sepse ata ja kanë premtu Muhamedi që do t'ja dhënë kokat e këtyre 70 burrave të juaj. Pastaj shkoi te populli i vet e Gatafanët dhe atyre ju tha, Kurejshët mund të largohen në çdo kohë, edhe Benu Kurejda mund të tërhiqet në çdo kohë. Dhe i thotë edhe atyre thotë ata i kanë ofruar Muhamedi alayhis salam 70 burra prej neve dhe 70 prej Kurejshëve si shpagim. Pra nëse vinë ata m'ju kërku 70 burra mos i jepni asgjë. Pra kështu e bën këtë taktikën apo mashtrimin e armikut, domethënë duke futur dyshim tek të dy palët. Dhe me të vërtetë ashtu, Kurejda vendos që me shku te Ebu Sufjani dhe me kërku një gjë të tillë. Kështu që e dërgojnë Azal ibn Samuelin te Kurejshët, i cili thot Ebu Sufjanit me ashpërsi. Thot ju jeni vonuar shumë, domethënë që sa kohë jeni këtu, edhe nuk po bëni domethënë asgjë. Pra në këtë kohë kishin kaluar të paktën 3 javë që ishte rrethuar Medina, ndërsa nuk kishte luftë. Dhe i thot atyre thot le të bijmë dakord për një datë. Ti domethënë Ebu Sufjan sulmoj muslimanët nga ana jote, e ne nga ana jonë dhe nga Gatafanët nga ana e tyre. Dhe ta përfundojmë një herë mirë këtë çështje të Muhamedit. Por thot para se të saktojmë datën, ne kërkojmë që të na japë 70 burra fisnik, domethënë të familjeve të mira prej anës juaj, sepse duam të sigurohemi që ju nuk do të ktheheni, nuk do të dorëzoheni, si më thënë, nuk do të ktheheni në Mekë kur nëse betejë bëhet e ashpër. Atëherë Ebu Sufjani thot, më lejo të mendoj për këtë. Më jep pak kohë. Kështu që, domethënë, ai i dërguari i Benu Kurejdës kthehet duar bosh. Pastaj Ebu Sufjani i tregon Kurejshëve për atë që e kishte paralajmëruar Nuajmi, se ata po bënin një komplot dhe me siguri Benu Kurejda po dëshiron m'ia marr këta burra dhe m'ia dorëzu Muhamedit alayhis salam e mu pajtu me të. Pra i thot ne s'do t'ja japim asnjë njeri atij. Dhe kështu që të nesërmën Nuajmi shkon prapë te Benu Kurejda dhe i thot, a dini çfarë thot Ebu Sufjani? Sapo u largut ju? I thot, vallahi nuk do t'ju japim asnjë deve të vogël, e lere ma 70 djem fisnik tonë. A presim, thot ata, që ne t'u besojmë se nuk do t'i ekzekutojmë ta 70 burra, apo nuk do t'ja dorëzojmë Muhamedit. Kështu që, domethënë, në këtë mënyrë Nuajmi po vazhdon me lujtë rolin e këtyre, domethënë shkaktarit të këtyre ngatresave mes dy palëve të armikut. Dhe mund ta imagjinoni sa të zemruar ishin, domethënë këta të Benu Kurejdës, sepse pas asaj çfarë kishin bërë, që kishin rrethu marrëveshjen me pejgamberin alayhis salam, e dinin çfarë do të thotë kjo nëse Kurejshët shkojnë dhe këta mbesin vet. Domethënë në raste të tilla nuk falet një gjë e tillë sepse në kohën kur ishin më së ngushtit, domethënë muslimanët më të kërcënuar me gjitha të ushtrit e armikut, këta në atë kohë i ndryshuan fjalët. Dhe prandaj edhe Kab ibn Asadi, pra prisi i Benu Kurejdës, e kuptoi shumë mirë se çka po ndodh. E tha mirë on. E kom ditë që ka me ndodh kjo. Thot vallahi Hujej ibn Hatabi nuk sjell gjë të mirë veç se fat të keq. Pra e ka fjalën për Hujejin
që kishte ardhur, që ishte shkaktari, pra pjesëtar apo prisi i fisit tjetër të hebrejve Benu Nadir, që ishin shpërngulur prej Medinës më herët, i cili krejt këtë luftë e kishte inicuar. I kishte nxitur Kurejshët, i kishte nxitur gjithë fiset beduine, duke ju premtuar se do t'ju jep të korrat domethënë e Hajberit, atje ku ishin ata, duke i ndihmuar me armë, me çdo gjë, duke i organizuar që vetëm të vinë dhe ta sulmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund nuk u mjaftu me këtë, po hyri fshihurazi edhe te Benu Kurejda dhe e inspiroi Kabin, prisin e Benu Kurejdës, që edhe ai të bëhet me ta dhe ta tradhtoi marrëveshjen e pejgamberit alayhis salam, edhe ai e lakmoi këtë gjë. E kishte domethënë në shef, ishte dëshira e tij që me humb pejgamberi alayhis salam, por vetëm se friksohej që është në mes të Medinës, po prap se prap dëshira për ta pa humbës pejgamberi alayhis salam e bëri që t'ju bashkangjitet armikut. Po tani, kur fillun dyshimet që kanë mi lënë Kurejshët, tash filloi të flet ndryshe. Dhe kështu që, domethënë, një prej burrave të fisit Benu Kurejda i thot këtij Kabit, pra Zubejri ibn Bata, i thot nëse Kurejshët dhe Gatafanat largohen, neve nuk na met asgjë tjetër përveç shpatës. Domethënë e kuptojnë që është shumë e natyrshme që do të vriten, domethënë prej Medinasve, sepse kanë bërë një gjë shumë të ligë. Edhe thot, pse duhet na japin ata 70 burra? Ata kanë më shumë ushtarë se na dhe kanë më shumë armë dhe e kanë avantazhin e të qenit në gjendje të ikin. Domethënë janë jashtë Medinës, kanë më shumë ushtri, kanë më shumë armë krejt, plus edhe kanë atë mundësinë që nëse shkon diçka në favor tyre lufta, kur dojnë me ikë. Ndërsa thot ne jemi edhe më pak në numër, po edhe s'kemi ka të ikim nëse ndodh një gjë e tillë. Pra, është interesant se kuptojmë plotësisht ç'a do të thotë kjo tradhti e madhe që kishin bërë vetëm njohshja për ta zhduk prej faqes së dhëut pejgamberin alayhis salam, i kishte shtyr që të rrezikojnë në këtë mënyrë. Ebu Sufjani ishte i shqetësuar dhe thot nëse Benu Kurejda përmbyset, kjo do të thotë se ata dhe muslimanat munden me na sulmu neve me befasi. Kështu që thot s'ka me leju këtë me ndu. Po ja japim një ultimatum Benu Kurejdës sonte që nesër të fillojnë sulmin, domethënë ata nga brenda dhe ne nga kjo anë. Dhe dërgon një përfaqësues të vet, ishte pra nata e premte, kjo natë në të cilën shoj, dhe po i thot Benu Kurejdës që në mënyrë që mos ketë mundësi, domethënë që të kuptojnë muslimanët e tij nxejmë në befasi, nesër po fillojnë me sulme. Pra ishte e premte në mbrëmje. Dhe subhanallah, të shtuneve, pra e dim se hebrejt e kanë sabatha që i thojnë, domethënë shtunja e shenjtë, që as nuk domethënë as nuk punojnë, as nuk bëjnë domethënë gjërat e zakonshme që i bëjnë ditëve të tjera, por e kanë ditë të adhurimit. E aq më tepër edhe domethënë këtë ditë me bëhet ditë të luftës. Tu shit edhe sa ignorant ishin domethënë Kurejshët, sepse nuk e dishin këtë gjë. Nuk kanë jetu me hebrejnë dhe nuk kanë dëgjuar kur këtë zakon, se kishin asnjë ide domethënë për sabatin. Kështu që kur
hebrejt i thojnë atyre, nesër është e shtunë, nuk mund të luftojmë të shtunën. Na jepni një ditë më shumë, na e lejoni që këtë ta bëjmë të dielen, atëherë fillun do të thonë ata me dyshu se diçka nuk është në rregull, sepse nuk e dinin këtë ditë të shenjtë. E thonin, pse keni nevojë për kohë? Pse duhet ta vonojmë këtë domethënë fillun domethënë të besojnë se me të vërtetë që nga vërtet ajo që ju ka thënë Muajmi që ta do t'i kthehen prap marrëveshjes me Muhamedit alayhis salam. Dhe në anën tjetër ka bibënasat, pra prisi tha shtunën nuk mund të luftojmë edhe për të dielën do t'i sulmojmë, por së pari na dorëzoni 70 nga burrat tuaj. Pra nuk lëvizin nga ky kusht që ja kishte dhënë më herët. Kështu që përfaqësuesi i Kurejshve që ishte Ikrime ibn Abu Jahl, domethënë djali i Abu Jahlit, thehet te Ebu Sufjani dhe thot, ata me siguri na kanë tradhtu, se thonë se nesër është një ditë kur ata nuk punojnë dhe nuk luftojnë. Ebu Sufjani, domethënë shqetësohet shumë, fillon të bërtas dhe thot çka andej në atë kohë domethënë kalon Hujej ibn Ahtabi, ky hebrej tjetër që kishte iniciuar këtë luftën që e thamë më herët, dhe i thot atij çka është kjo ditë e juaj që po thojnë sabat, çfarë kuptimi ka kjo? Atëherë ai i thot kjo është e shtune e shenjtë, ne në këtë ditë nuk punojmë, ne këtë ditë nuk luftojmë. Atëherë Ebu Sufjani thot, çka mundi me qenë dita e shtunë pas një ditë mes premtes dhe dielës? Domethënë nuk ka njohuri për fe, është i dhujtar, nuk i din domethënë as gjërat e shenjtë të atyre. Dhe thot për latin, pasha latin edhe uzatin, kjo është tradhti e juaj. Pra nuk donte me besu se ekziston diçka e tillë si dita e shtunë. Kështu që përfundimisht e marrin Kurejshet këtë si tradhti dhe jo si diçka që me të vërtetë ishte arsye atyre. Nata e së premtes doli të ishte nata më e rëndë, nata më e keqe për sa i përket motit. Domethënë kishte një erë të fortë, një stuhi që tani mundi me paramendu në shkretir errat. Jo vetëm që të pengon erra, domethënë kur fryne ajo zhurma e erës, po ngritet lart edhe rëra, edhe domethënë bëhet në një tmerr, domethënë ashtu qysh e dëshmojnë edhe njerëz të cilët kanë jetu në këto vise dhe kanë pa. Edhe pikrisht atë natë, pejgamberi alayhis salam kërkon një vullnetar midis sahabëve për të shkuar edhe në mesin e Kurejshve, domethënë në atë natë të errët, me atë mot, domethënë aq të vështirë, me erra të forta, me errësirë shumë të madhe, që të shkonte dhe të zbulonte se çfarë po ndodh me ta. Dhe ja ku kemi këtu një tjetër sahab të famshëm, Hudhaife ibn al-Yaman, i cili e transmeton këtë ngjarje te një grup i të rinjve, domethënë shumë vite më vonë, pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, sepse Hudhaife ishte në Irak si një i moshuar, plak, në një tubim me disa të rinj. Dhe këta dëshironin me dëgju histori rreth ditëve të pejgamberit alayhis salam,
Kështu që Hudhejfe ju tregon disa prej historive, domethënë që kishte ndodhur me jetën e pejgamberit alayhis salam. Pra mos të harrojmë, Hudhejfe ishte prej atyre sahabëve domethënë që kishte shumë vlera. Ai ishte ruajtësi i sekreteve të pejgamberit alayhis salam. Domethënë pejgamberi alayhis salam vetëm këtij ja kishte treguar listën e munafikëve. Pastaj për Hudhejfën treguose në betejën e Uhudit kur domethënë ishte bërë ai kaosi në betejë që kishin filluar domethënë muslimanët disa të vrapojnë njëra në anën disa në anën tjetër, gabimisht ju kishte vrarë babai aty, mirë po ai ja u fali domethënë muslimanëve pse pejgamberi alayhis salam dëshiroi m'ia pagu gjakun e babait për shkak të gabimit që ishte bë, por Hudhejfe domethënë nuk e pranoi këtë gjë. Kështu që tu pra Hudhejfe vjen në këtë ngjarje duke ju treguar atyre pse, sepse në këtë rast kur ai po ju tregon të disa tregime, këta të rinjt filluan me thënë, sikur të kisha qenë me pejgamberin alayhis salam, unë kisha me tregu se çfarë është lufta e vërtetë atyre kafirave, atyre jo besimtarve. Domethënë është edhe një transmetim kur njeri thot sikur të isha gjallë atëherë, as se kisha leju bile pejgamberin alayhis salam me ecë, do e kisha mbajtur në shpinë. Subhanallah, domethënë këta të ri edhe pse të zellshëm në fe e tjerë, po mendojnë që mund me qenë këta më të mirë se sahabët. Subhanallah, asnjëherë njeriu nuk duhet me thënë në mënyrë të tillë, sepse sprova kur të godet është e madhe. Edhe nuk mundesh me trumbetu e me shit lavd që ti kishe me qenë i fortë pa të ndodhur me të vërtetë sprova, sepse nuk është gjë e lehtë, domethënë çfarë kanë përjetuar sahabët. Kështu që kur e ka dëgju Hudhejfe këtë djalin ja ka tregu pikërisht këtë historinë që i ka ndodhur në këtë natën e Ahzabit. Ashtu e quajnë ai, Lejletul Ahzab. Thot, mu kujtohet, thot ishim afër pejgamberit alayhis salam, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Ubejdi e tjera, domethënë fillon mi përmend me radhë sahabët më të mirë. Po të gjithë ishin afër pejgamberit alayhis salam. Për rreth nesh frynin asi erra të forta, domethënë sa që nuk mund ta shihni mirë njëri tjetrin. Edhe për më tepër thot bënte shumë ftohtë. Kurejshët ishin sipër nesh dhe Benu Kurejda poshtë nesh. Kjo është një referencë prej vargut të Kuranit. Domethënë ku Allahu kështu e tregon kur domethënë Kurejshët ishin sipër jush dhe Benu Kurejda poshtë, domethënë nga të dy anët e kishin armikun para e mbrapa. E thot ne kishim frikë se familjet tona do të sulmoheshin. Dhe asnjë natë nuk na kishte rënë më e errët dhe më e ftoftë se ajo natë. Dhe asnjë natë nuk na kishte rënë më me erë, me stuhi se sa ajo natë. Thot vetë era e kishte zërin tingëllonte si bubullim. Ashtu, domethënë një përshkrim i një moti, paramendoni errësirë e madhe, natë, shumë ftohtë, era që fryn shumë, domethënë një stuhi, saqë e përshkruan Hudhejfe thot ishte aq errësirë sa nuk mund t'i shihnim majët e gishtave edhe nëse i zgjasim. Domethënë duart tona s'mund t'i shihnim gishtat tonë, trupin tonë, domethënë aq errësirë e madhe.
Pra paramendoni, imagjinoni atë situatë. Ka qenë një muaj i tërë rrethimi. Ata janë, domethënë, në një mot shumë të ftohtë, janë të uritur, janë të friksuar për familjet e tyre. Domethënë, kanë lodhje, kanë dëshpërim. Dhe atëherë Hudhaife vazhdon, thotë në një natë të tillë, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë u ngrit dhe tha: Kush është ai që do të më sjell lajme për armikun? Dhe unë do t'jem shoqëruesi i tij në ditën e gjykimit. Subhanallahu, tregon Hudhaife se asnjë nga sahabët nuk tha asgjë. Pra nga përshkrimi i kësaj situate tregon se çfarë gjendje e rëndë ishte, ha? Në armikun gjithanë, nata e errët, shumë ftohtë, lodhjet, uritur, pra po i nxit pejgamberi alayhis salam, unë do t'jem shoqëruesi i tij në ditën e gjykimit, thotë, ndërsa asnjë prej neve nuk lëvizi. Pra po kërkon një vullnetar pejgamberi alayhis salam. Pastaj thotë për herën e dytë tha pejgamberi alayhis salam, kush do shkoj të më sjell një lajm prej armikut, thotë unë do t'jem shoqëruesi i tij në ditën e gjykimit dhe përsëri asgjë nga sa. Pra ju tregon këtyre djemve të riu që po shihni lavd se na kishim kon kështu e kështu. Ata që kanë qenë shumë më të mirë se sa ju, shumë më të fortë me iman, me çdo gjë, aq shumë ju ka ngushtuar toka, aq shumë vështirësi kanë pas në këtë natë që e quajnë nata e Ahzabit, saqë edhe kur po i josh pejgamberi alayhis salam me shoqërinë e tij në ditën e gjykimit, asnjëri nuk bën zë. Pastaj kur e tha 3 herë radhëzi dhe asnjë sahab nuk u ngrit, pse s'u ngrit, domethënë sepse kërkoi një vullnetar. Pra është tjetër për asaj kur pejgamberi alayhis salam i thot dikujt shko, atëherë kjo bëhet farz. Se nuk kemi në sira askund, domethënë që i ka thënë pejgamberi alayhis salam diçka një sahabi dhe ai nuk e ka kry, apo është përgjigj negativisht. Në çdo herë e kanë zbatu atë, mirë, po kur është puna që kërkohet vullnetar, është e drejtë e tyre që shu vullnetar ose me hezitu. Dhe ja këtu shihet dallimi se domethënë pejgamberi alayhis salam pasi që 3 herë e kërkon vullnetarin, thotë u kthy nga unë dhe më tha, o Hudhaife, dhe thotë unë u ngrita me një herë. Thotë shko ti dhe më sill lajmin. Dhe me një herë, thotë unë u nisa ashtu siç ma kërkoi pejgamberi alayhis salam. Do thënë tani që ai ja ka përmend emrin, ai është dashur të shkoj. Edhe kështu e përmend edhe në tregim, thotë me që mu përmend emrin, unë duhet të shkoj. Dhe kjo na tregon shumë gjë. Gjëja e parë na tregon rëndësinë apo kuptimin e situatës sa e vështirë ishte. Dhe në çfarë gjëra të vështira kanë kaluar sahabët. Çfarë sprove e madhe ka qenë. Gjëja tjetër që mësojmë, ndershmëria dhe modestia e Hudhaifës. Ai e tregon historinë ashtu siç është dhe nuk e lavdron veten, nuk shton diçka, domethënë te tregon sinqeritetin. Ai tani në këtë kohë ku s'ka asnjë dëshmitar që ta korrigjoj, ka mundur ta zbukuroj si ka dashur vet atë ngjarje. Mirë po, Hudhaifa ishte domethënë një sahab i drejtë dhe e tregoi pikërisht ashtu siç ka ndodhur, dëshironte t'ju jepte një mësim këtyre që po trompetojnë se e kishin bë këtë, e kishin bë atë, nuk është një gjë shumë e lehtë sepse ka raste kur sprova ngarkohet aq shumë domethënë mbi robin saqë i duhet sabër i madh për ta i kaluar atë. Thotë pra kur thot për vetë thot nuk kisha në një farë mënyrë sikur me thënë s'kisha zgjedhje tjetër përveç të shkoja, se më ka thënë pejgamberi alayhis salam edhe po shkoja, ndërsa sa i përket me qenë vullnetar nuk jam ngritë si vullnetar.
Tjetër që kuptojmë, dallimin mes mustahab edhe wajib. Çka janë këto? Mustahab është diçka që është vullnetare apo e rekomanduar. Ndërsa wajib, diçka që është e detyrueshme, është obligative. Kur pejgamberi alayhis salam thotë kush do të shkoj, sahabët e kuptuan se ishte mustahab. Është vetëm një kërkesë, jo një urdhër, një farz. Pastaj kur i urdhroi Hudhaifës me emër, ai me një herë e kuptoi që është wajib edhe do të thonë ngrit me një herë për të shkuar. Tjetër e kuptojmë virtytin e Hudhaifës. Do të thonë pejgamberi alayhis salam në mesin e këtij sahabëve e zgjodhi atë që të shkonte. Pra, tu kishte një urtësi pse pikërisht atë, sepse ai nuk njihej te Kurejshët, pra nuk mund ta dërgonte Ebu Bekrin apo Omerin, apo sepse Kurejshët me njëherë do ta njihnin. Pra, këtë dëshironte ta dërgonte si informator, me marr lajme, me marr informata për ta, prandaj duhet të ishte dikush që ishte i besueshëm, me karakter të mirë, me virtyte të mira, por edhe që nuk e njihnin Kurejshët. Kështu që Hudhaife ngritet duke u dridhur, domethënë nga të ftoftit, dhe në atë rast, pra, edhe nga të ftoftit, edhe nga frika, si e shpjegon edhe vetë. Kështu që pejgamberi alayhis salam e bën një dua për të thotë: O Allah, mbroje nga përpara dhe nga brapa, nga e djathta dhe nga e majta e tij, dhe nga lart dhe nga poshtë. Pra është një dua e mirë për ta bërë kur kemi frikë se do të na dëmtoj armiku, që nga gjitha anët Allahu na mbrojë. Dhe ndërsa e tregonte këtë histori, Hudhaife tha, pas kësaj duaje, thotë më hoq krejt frika që ndjeva. U shtuk, thotë, kjo frikë prej zemrës time. Dhe eci në këtë errësirë, do të thënë me këtë stuhi që kishte edhe zhurmën e frekshme, derisa e gjeti kampin e Kurejshëve. Dhe ecte ngadalë përmes turmës, derisa pash shpinën e njerit që dukej si një udhëheq. Dhe prej tjerëve që shqyqasën e kuptova se ishte Ebu Sufjan. Sepse ky kurse kishte pa Ebu Sufjan. Dhe do të thonë këtu kuptohet edhe një gjë që kjo është arsyeja që pejgamberi alayhis salam kishte dërguar pikërisht Hudhaifen që mos ta njohin as Kurejshët. Dhe thot, kur tova që është ai dhe isha afër tij dhe e kisha shigjeten me vete, tash ta godas, sepse është shanse mirë, nëse prisi krejt ushtrisë vritet, atëherë kjo do të jetë një fitore e madhe, sepse të gjithë tjerë do të shpartallohen. Mirë po thot, ta më ndeshta me gjujt, thot, më kujtu fjala e pejgamberit alayhis salam, urdhri i tij, që më ka thënë me qenë diskret. Thot, më ka porosit fshife veten tënde, që mos me kuptu askush kush je. Do të thënë mos me zbulu veten dhe mos me zbulu besimtarët. Kështu që thot, u ndala. Dhe fillova me shiku situatën përreth. Pas pak Ebu Sufjani u ngrit dhe ju tha Kurejshëve: do të them diçka, prandaj thot, para se me thënë se cili le ta verifikoj personin pranë që e ka, a është i besueshëm, a është Kurejsh. Dhe thot, kur e dëgjova kët, thot, para se me pyet ata, thot, unë ju si një farë mënyrë si ju gjujta njerit burri që kisha afër e thash kush je ti? Dhe ai mu përgjigj kush është. Pastaj thot u ktheva ka tjetri me ashpërsi dhe thash ti kush je? Dhe thot ai burri më tha kush është, kështu që gjatë këtij procesi Hudhaife nuk e tregoi se kush ishte ai vet. Pra është një, si me thënë, një lojë psikologjike, i friksoj njerëzit për rreth tij me një, me thënë, vetbesim, me një autoritet,
të tillë që askush nuk dyshoj te ai, ëh. Në gjëja se ai është ai i cili pyet ata, jo ata atë. Dhe nga erdhi ky vetbesim në një natë të tillë, kur para pak qaste tregum se sa i friksum ishte, me siguri, domethënë se kjo erdhi nga duaja që e bëri pejgamberi alayhis salam për të. Dhe pastaj Ebu Sufjani thot, u ngret dhe tha: "O popull im, ne këtu si jemi në shtëpitë tona dhe nuk mund të qëndrojmë të përgjithmonë. Kafshët tona kanë ngordhur, kuajt tanë janë lodhur, dhe Benu Kurejda na ka tradhtu." Domethënë, në sytë e tij, kjo çështja e sabatit, kjo çështja e të shtunës së bekuar ishte një tradhti, domethënë ishte një prallë, një arsyetim i tyre, nuk i besonte se ishte diçka e vërtetë. Thot, domethënë ai arsyetimi me shtunën është qesharak, është dhe një akt tradhtie. Pastaj ju thot: "E shihni këtë erë të madhe e cila po na dëmton? As po mundi me mbajt një enë mbi zjarret tona, e as zjarret tona as po munden me qëndru të ndezur." Domethënë enët prej stuhisë së tmerrshme veç përbyseshin e rrotulloheshin, domethënë nuk rrin as në vendin ku e ndeznin zjarrin, as zjarri e as enët. Dhe thot kur ka një stuhi të tillë mes një shkretire, ajo thot bëhet vdekjepruse për neve. Kështu që thot mund të shihni se si po dëmtohemi, thot prandaj mendoj se duhet të kthehemi. Dhe çfarëdo që të thoni, thuni, unë po kthehem gjithsesi. Pra ju bën me dije që dash vazhdoni në dash e jani, unë jam ai i cili po kthehem. Domethënë ishte dorëzu tani. Kështu që shkoi te deveja e tij, hipi mbi të, e zgjidhi dhe i tha ngrihu për t'u larguar. Dhe këtu thot Hudhaife, edhe këtu e pata një rast që tërhoqi me gjujtë Ebu Sufjanin se është i pambrojtur në këtë moment, edhe ta vras, mirë po thot më kujtu prapë çfarë tha pejgamberi alayhis salam që mos t'u kuptohet kush është dhe e lash të shkonte. Dhe kështu Hudhaife shkoi me të vërtetë, por edhe shkoi për të qenë shumë i dobishëm, për të marrë një lajm shumë të rëndësishëm prej anës së armikut. Dhe kthehet për ta sjellë lajmin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në librin e Bejhakiut gjendet një hadith ku tregon për Hudhaifën i cili thot rrugës duke u kthyer në mes të asgjës, pa pritur i dalin 20 kalorës, të cilët vinin drejt tij. Thot ishin me fytyra të mbuluara, por thot më afruan dhe thanë: "Shko dhe thuaj shokut tënd", pra pejgamberit alayhis salam, "se ne e kemi kryer punën e luftës për të." Pra këta ishin engjëj që Allah i kishte dërguar për ta kryer këtë luftë për pejgamberin alayhis salam, domethënë me menaxhimin e errrave apo futjen e frikës te armiku, domethënë Allahu deshti që kështu të ndodhte. Dhe Hudhaife shkon dhe e gjen pejgamberin alayhis salam duke u falë. Dhe është interesant domethënë që kështu çdo herë kur kishte vështirësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte domethënë në namaz, duke u lutur. Sa ishte diçka që e shqetësonte, ai ishte në namaz. Dhe thot Hudhaife e përshkruan thot
ishte i mbuluar, thot, me një batanije të njerëz, domethënë të gruas së tij, dhe më vrejti që jam afër dhe hapi domethënë batanije se unë dridhesha prej të ftoftit, që të futem edhe une nën bataninë e tij, dhe unë ula te këmbët e tij që t'jetë edhe ai në atë, domethënë mbulesën, dhe e prita derisa e përfundoi namazin. Dhe kur e mbaroi, ja dhash lajmin e mirë, dhe subhanallahu në këtë rast Allahu e shpalli ajetin kuranor të surës Ahzab, ajetin 9: O ju që keni besuar, përkujtoni të mirën e Allahut ndaj jush, kur juve u erdhi një ushtri, e ne kundër tyre lëshuam një furtunë, dhe ju ushtri që ju nuk e shinit, e Allahu shihte atë që ju e vepronit. Subhanallah. Pra kjo stuhi, kjo furtunë, shkaktoi largimin e tyre. Por është interesant se jo edhe vdekjen e tyre. Pra edhe këtu ka urtësi. Pejgamberi alayhis salam në këtë rast domethënë e bëri një domethënë dua: O Allah, ti që e zbrite librin, ndëshkoj ata shpejt, o Allah, shkatroj azabët pra ngrupacionet, o Allah, tunde tokën poshtë tyre. Pra, e mësojmë në një hadith tjetër se 30 vjet më vonë, njëri prej sahabëve, Abdullah ibn Ebi Auf, u shkroi sahabëve që po luftonin kundër havarixhve, dhe u tregon atyre se, domethënë ju tregon shokëve të tyre sahabe se pejgamberi alayhis salam në një prej betejave që ka marrë pjesë, pra është fjala për këtë betejën e Ahzabit, ju tha, u ngritën këmbë, ju tha njerëzve: o njerëz, mos dëshironi të takoni me armikun, por nëse jeni të detyruar të luftoni, atëherë bëni durim dhe dijeni se xheneti është në hijen e shpatave, dhe pastaj e bëri këtë dua: o Zoti im, ti që ke zbritur librin dhe që me të shpejt bën llogari, nështroj dhe munde armikun e bashkuar, pra këta zabët, aleatët, grupacionet, o Zoti im, mundi dhe shpartalloj ata. Dhe subhanallah, kjo është bërë një dua që është përdorur nga shumë e shumë prisa muslimane në luftë, pra prej këtij rasti që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pra pejgamberi alayhis salam është lutur që Allahu ti shpartalloj ata. Dhe me të vërtet, Allahu i lartësuar i shpartalloj ata, domethënë me një ushtri të tij, me një prej ushtrive të tij, që janë errat. Kështu që, domethënë, i dërgoi rat dhe errat, e stuhia e rërës që u bë prej errave i ftoftë, i fortë, gjitha këto në kombinim janë ato që, domethënë, e bën që të largohet armiku prej këtij vendi. Në një transmetim te Ibn Ishaku, e gjejmë se asnjë tendë e gatafanëve dhe kurejshve nuk mbeti në këmbë. Dhe asnjë enë nuk mbeti, domethënë, në vendin e vet, dhe asnjë zjarr nuk mbeti i ndezur. Domethënë gjithë prej errave të forta, domethënë zjarri ndalej, enët rrugulliseshin dhe tendat, domethënë, prej errës shkonin në qiell, domethënë nuk mbeti asnjë tendë e tyre pa u lëviz prej kësaj stuhie të fortë. Dhe thot Ibn Isaku, çdo burr që ishte aty u detyrua të ikte
me të katërta, dhe më thëmë, pa pritur të lëshon të vendi dhe të ikte vetëm të shpëton të shpirtin e vetë. Kështu që është një gjë, dhe më thënë, interesante këtu se në një hadith pejgamberi alayhis salam thot Allahu më ka ndihmuar me erën e Sebes dhe me ndërsa Adin e shkatroi me erën e Taburit. Pra, interesante, era të cilat kanë emërtime. Çfarë është Sebe dhe çfarë është Dabur? Ibn Hajeri komenton se Sebe është një erë më e butë, është era e cila ja ka qu aromën e Jusufit alayhis salam Jakubit alayhis salam. Dhe është era që mbledh rreth për të sjellë shi, pra është erë më e butë. Është një erë mëshire. Dhe vjen nga lindja. Ndërsa Daburi është kështu që domethënë këto erra, pra Sebe dhe edhe Dabur janë ushtri prej ushtrive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo që Sebe ju ka dërgu pejgamberit alayhis salam në këtë rast dhe nuk ju ka dërgu kjo era tjetër Dabur, ka edhe këtu një urtësi se Allahu subhanahu wa taala e dinte shqetësimin edhe kujdesin që pejgamberi alayhis salam kishte për popullin e tij. Dhe që ai donte që ata të ktheheshin në islam, ta përqafon në islamin. Kështu që domethënë Allahu ju dërgoi këtë erën Sabe, që është ma e lehtë, është erë e mëshirës, pra ju shkatroj ato tendat e tyre, kampin e tyre, o detyr unë mu ik, mirë po nuk vrau askënd prej tyre. Ndërsa era Dabur, ajo vret njerëz. Domethënë Allahu e dinte dashurinë e pejgamberit alayhis salam për popullin e vet dhe siç do ta shohim domethënë edhe më vonë se shumë prej këtyre që kishin ardhur sot për ta luftuar këtu në luftën e Hendekut, domethënë ndërkohë eventualisht do të udhëzohen dhe të kthehen në islam. E një prej tyre edhe prisi kryesor i kësaj lufte Ebu Sufjani, pra do ta pranoj islamin. Pra kjo na tregon mëshirën e Allahut. Si ishte rezultati i betejës? Pra, siç e kemi treguar në ligjëratën e parë për betejën e Hendekut, kemi thënë se asnjëherë më parë në historinë e arabëve nuk kishin mbledhur fise që s'kan lidhje me njëri me tjetrin, gjithë për të ishin bë bashkë për të luftuar një grup. Kush janë ata? Muslimanë. Domethënë kishin arritur të bëhen 10.000 ushtarë, që për atë kohë ishte diçka shumë e madhe. Mirë po, këta 10.000 ushtarë, rezultati i betejës ishte se u kthye në shtëpi pa fituar asgjë, absolutisht asgjë, përveç poshtrimit dhe turprimit. Domethënë në një mënyrë të pashembull në historinë e arabëve deri atëherë. 10.000 ushtarë, domethënë të fortë, të armatosur, nuk arritën të imposhtin muslimanët, e lere më domethënë të shkaktonin ndonjë kaos atje. Madje s'arritën as 10 njerëz ti vrisnin, domethënë të vdekurit ishin më pak se 10. Kështu që ata u shpartalluan dhe ajo që është interesante është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon këtu që jo vetëm që janë shpartalluar, janë larguar, por asnjëherë më nuk të ndodh që ata mu mbledh dhe me sulmu të parë, domethënë muslimanë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tani ata kur më nuk do të na sulmojnë, por ne do t'i sulmojmë ata. Pra edhe që e dëshmon domethënë këtë
profecitë e pejgamberit alayhis salam edhe ajo që me të vërtetë kështu ndodh sepse nuk do ndodh më që ata të mblidhen e të luftojnë, por muslimanët do të shkojnë të çlirojnë Mekën. Për fund po i përmendim, domethënë disa mësime për gjërat me të cilat Allahu subhanahu wa taala ju solli fiturën. Pra Allahu i bën shkaqet si të don ai, por edhe duhet të jemi meritor për ato shkaqe që të vinë edhe të na vjen fitoria. Pra, fitoria, arsyeja e parë pse Allahu ju solli fitorën, është imani i tyre, imani i muslimanëve dhe duat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur ta vërtetuan besimin e tyre pas krejt atyre vështirësive, ta kishin imanin e fortë, ata qëndronin me pejgamberin alayhis salam, kur munafiqët të tundën e u kthyn nëpër shtëpi të veta, ata i rinë aty, domethënë pejgamberit alayhis salam dhe nuk e lanë asnjë moment atë vet, atëhere ju mjaftoi atyre Allahu. Allahu ju dha gjithçka që u nevojitu. Domethënë, është ajet kuranor, kushdo që i përmbahet ligjit të Allahut, ai do t'i gjejë një rrugdalje dhe do t'i furnizoj nga burime që nuk mund t'i imagjinonin kurrë. Pra, kurdo që ka takua, kurdo që i përmbahet ligjit të Zotit, Allahu i hap rrugdalje, ka se pret heq dhe furnizon nga s'ka mujt as me paramendu që vjen furnizimi prej asaj ane. Pastaj vazhdon ajeti kuranor, dhe kushdo që mbështetet te Allahu, atëherë ai është i mjaftueshëm për ta. Është një ajet madhështor që na mëson se imani është ai i cili është i mjaftueshëm për me meritu ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu i zbrap si ata, pra surja Ahzab ajeti 25, dhe Allahu i zbrap si ata që nuk besuan me atë mllëfin e tyre, duke mos arritur asnjë të mirë, dhe Allahu a largoi luftën besimtarëve. Allahu është i fuqishëm nga dhunës. Pra, 10.000 ushtar, një muj ditë qëndrum e rrethun Medinën, në fund u largun të përmbushur. Një prej gjërave me cilën Allah e solli fiturën, pra është edhe nëpërmjet të Nuaim ibn Mesudit, pra Allahu kur don e bën sebeb, e bën shkaktar njeri, as mendja s'ka mujt me të shku që ai njeri do të kryj punën. Edhe kur i tha pejgamberit alayhis salam, i tha çfarë mund të bësh ti, je një person, po ai të mundoh, ndërsa Nuaimi bëri punë shumë të madhe, domethënë nuk është rasti se ai ishte e Mekja dhe i Kabit edhe i Ebu Sufjanit e njëjtë edhe pejgamberi alayhis salam. Pra nëse Allah dëshiron t'ju ndihmoj, s'ka kush që mund t'ju mposhtë. Është pra një prej gjërave me cilat Allahu i ndihmon që të sjellë fitore ishte edhe ignoranca e idhujtarëve karshi rregullave të librave të shenjtë. Pra ignorancë e madhe e kurreshëve që mendu se këta po i trahtojnë edhe nuk e dinin që ata i kishin rregullin e sabatit, domethënë e të shtunës së shenjtë. Domethënë mund të tingëlloj për ata që nuk janë besimtar si diçka e çuditshme, por kjo është diçka domethënë që e zbatojnë hebrejt shumë edhe llogaritin domethënë si një rregull që duhet gjithsesi të zbatohet. Tjetër, koha e zgjatur, pra rreth 25 ditë rrethimi i gjatë, ishte një gjë që ju solli fitore muslimanët. Pse? Kjo kohë e zgjatur solli lodhje të armikut. Domethënë kafshët po i ngardhnin, furnizimet e tyre u paksuan, nga i morali i lartë në fillim, pas 25 ditësh, domethënë ishin lodhur, traskapitur, sa që morali ju ra në zero.
tjetër ishte se Allahu i ndihmoi edhe me ushtrit e tij që janë errat dhe engjëjt. Pra Allahu kur don bën çfarë të don bën sebeb apo shkak për të sjellë fitore. Dhe ky është domethënë fundi i Ahzabit. Me njëherë pas kësaj, ata duhet të merreshin me Benu Kurejden, që do ta shpjegojmë herën e ardhshme, domethënë që është një incident tjetër që përmendet në hadithe sahih në çdo libër të sirës të shkruar, domethënë ndonjëherë pra është e përmendet edhe Kurani në mënyrë indirekte, prandaj është prej temave që duhet të shpjegohen dhe të diskutohen sa herë domethënë është kjo kronologjia e sirës, pra përmendet edhe përfundimi si do të jetë përfundimi i fisit Benu Kurejda. Kjo është e tëra për sot, motra. Allahu ju shpërbleft me të mira, lutim Allahun që të jetë e dobishme për ju edhe për ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.